Zoti Ismaili, do të riktheheshim pak tek urdhrin në vetvete, I cili me sa duket është punuar shumë, se është një punim I fundit të 2025-s, është menduar gjatë etj. A ka ndonjë shkelje nga ajo që keni parë ju përveç pjesës së konservatorizmit? Flas edhe thjesht brenda strukturës shëndetësore. A është ai konform udhëzimeve, planeve të shërbimit shëndetësor shqiptar, QSUT-s, buxhetimit, strukturës? Nëse do ta shikosh me vëmendje urdhrin, ka defekte shumë të mëdha si urdhër. E para, do të themi që nuk kemi përballë një sëmundje dhe një ekip mjekësh specialist të fushës duhet të vendosin që do të aplikohet kjo lloj terapie, e cila për sëmundjet duhet të rimbursohet nga shteti. Pra këtu është shkelja e parë e urdhrit. Shkelja e dytë që ka urdhër. Ndërkohë, më fal, vetëm një shtojc. Muajin e kaluar kishim këtu një zonjë nga shoqata e individëve me sëmundje të rralla që nuk kanë një ilaç jetë shpëtues në Shqipëri. Absolutisht. Marrë nga jashtë. Është e vërtet, po, absolutisht e vërtet. Pra, këtu nëse do të kishim një pjesë është minimale që janë me deviacione, që ka nevojë të plotësohen me terapi hormonale pasi kanë deficienca, një komision duhet të vendosi me një konsultë të gjerë për të aplikuar tek moshat e hershme të aplikohet terapia hormonale. Po flasim gjithmonë për sëmundje. Për sëmundje? Për sëmundje, gjithmonë për sëmundje. Pra për çuna që nuk kanë testosteron, apo për fera që s'kan hormonet estrogenet, që nuk kanë hormonet të tyre, do të bëhet me terapi. Pra jo për të ndryshuar këtyre? Jo për të ndryshuar. Flasim thjesht për sëmundjet. Për të stimuluar prodhimin e hormoneve natyrale. Për të vazhduar atë gjini natyrale siç ka lindur. Nëse ky urdhër do të ishte një konsulencë të gjerë me të gjithë faktorët dhe aktorët, atëherë të jeni bindur që brenda QSUT-s do të ishte një konsulencë të përgjithshme me mjek pediatër endokrinolog. Pra urdhri ka dalë nominuar me 2 mjek të QSUT-s që janë të shërbimit të endokrinologjisë. Ndërkohë që ne flasim për një fash të popullsisë që janë fëmijët 14, 16 dhe 18 vjeç, të cilët nuk janë tagër I endokrinologjisë për të rritur, po janë për endokrinologët pediatër. Dhe këta duhet të ishim pjesë, patjetër, duhet të ishim pjesë e këtij urdhri. E dyta, nëse ne A janë shmangur ata se ndoshta mund të refuzohen apo prandaj thashë është marrë në skuta të errta, është tinxar dhe I marr në skuta të errta, nuk është një urdhër, një urdhër I konsultuar me të gjithë ekipin e mjekëve të QSUT-s. Nuk mund të përjashtohet nga ky urdhër ekipi I mjekëve të urologjisë apo ekipi I mjekëve obstetër ginekolog. Se terapitë hormonale gjithmonë flasim për rastet që kanë sëmundje, ka nevojë edhe për konsulencë, se mund të kenë nevojë për ndërhyrje kirurgjikale. Aq më tepër që pasojat e tyre mund të jenë në një pjesë të mirë të rasteve që mund të shkaktojnë edhe dëmtime shumë të rënda të shëndetit. Shko duhet ta kuptojmë një gjë, se shqiptarët mund ta marrin si lojë. Prindrit mund ta quajnë sikur jemi përballë një loje që ne e plotësojmë me terapi dhe e rikthejmë prapë. Këto janë veprime që nuk kthehen më. Pra këto janë dëme të parikuperueshme dhe të parikthyer. Të cilat pastaj nesër, ajo që tha zoti Pano, do kërkojnë kirurgji plastike, do kërkojnë shumë elemente të tjerë. Pra në tërësinë e vet, urdhri nuk është një urdhër që mbështetet në ligj. Është një urdhër verbal që fut në skemën e rimbursimit personat të cilët nuk janë objekt për sëmundje. Unë duhet të them vetëm një gjë. Ne kemi shumë nëna sot të cilat kanë sëmundje të rënda tumorale të gjirit që detyrojnë të bëjnë edhe heqjen e gjirit. Pse nuk ngrihet kjo ministre e shtetësisë apo kjo zëvendësministra e thotë dua të rimbursoj një protestë të gjirit. Që dhe një nën të duket si nën edhe kur është përballë fëmijës, kur është përballë nipërve, mbesave, kur është në aktivitetin e punës së po ne I kemi lënë të deformuar për ato patologji që është sëmundje shumë e rëndë dhe nuk rimbursojmë një protestë të gjirit për të vendosur simetrin në trupin e saj dhe aplikojmë terapi hormonale të fëmijët. Ndaj thash që ky është akt kriminal. Pra që këtu fillon pjesa e saj që është dhe nuk kemi përballë një sëmundje ta fusim në skemë rimbursimi. Por le të marrim dy të sëmundje që janë me sëmundje të rënda, me sëmundje të rrallës që thatë juve, ta rimbursojmë me këtë, se këtu janë dhe preparate që kushtojnë, që do të bjerë në qafë gjithë shoqërisë shqiptare, gjithë taksapaguesve shqiptar, në mënyrë të padrejtë, janë të shtrenjta, terapi të shtrenjta hormonale që kërkojnë buxhet.
të konsiderueshëm dhe ky buxhet do të dalë nga taksat e shqiptarëve. Dhe thash që ky është problemi i cili prek drejt për drejt shoqërinë shqiptare, prek familjet, përpos pasojave shumë të rënda që ka aplikimi këtyre terapieve.